duket se ka tepër shumë punëtor mbi tokë për dzehet e pakta të nxjerra nga nën toka. Kështu, në mënyrë metaforike, e përshkruante gjendjen në Trepç kryeministri Kurti në gusht të vitit 2024, kur qeveria që drejtohej nga ai detyrohej të ndonte mjete financiare për ndërmarrjen e cila nuk arrinte të punonte me fitim, as për pagat e punëtorëve. Kurti pretendonte që ka më tepër punëtor mbi tokë se sa nën tokë, duke aluduar që Trepça nuk po nxjerr mjaftueshëm nxehe. Pas gati 2 viteve, disa dyshime janë ngritur nga një komision i brendshëm i ndërmarrjes në lidhje me transferimet e punëtorëve në minierën e Trepçës. Një raport i datës 15 prill 2026, të cilin e ka siguruar Kallxo.com, ngre dyshime serioze për keqpërdorime në ndërmarrjen që dikur ishte me nom, jo vetëm në Kosovë. Gjetjet tregojnë që punëtorët në Trepç po punojnë në pozita të punës të tjera e po paguhen për punë të tjera. Komisioni prej 3 antarësh gjeti se në një rast për 19 muaj një punëtor punoi në një pozitë për të cilën nuk ishte vendim. Kështu, punëtori mori pagë mujore prej 860 euro për gjatë 19 muajve, ndërsa punoi në një pozitë pune ku paga ishte 620 euro. Pra, shikues të nderuar, komisioni llogariti që për 19 muaj ai mori nga 240 euro pagë më tepër çdo muaj, ndërkohë që nuk ishte duke punuar në pozitën për të cilën kishte vendim. Sipas llogaritjes, ky rast i shkaktoi dëm ndërmarrjes 4.560 euro. Komisioni ka ngritur edhe dyshime të tjera. Ata pretendojnë që rasti i ngjashëm është përsëritur edhe në 26 punëtor të tjerë. Dëmi përgjithshëm i mundshëm që është llogaritur nga komisioni është 118.560 euro. Gjetjet e raportit flasin për keqpërdorime të mundshme në një shumë të përgjithshme prej 118.000 eurove, si vlerësim indikativ. Në raport është ngritur edhe një çështje tjetër mjaft serioze. Drejtori i minierës në Stantërg nuk ka ofruar qasje në dokumentet e plota për ta zbardhur rastin. Dy javë pas raportit të parë, një dokument tjetër ka forcuar dyshimet për keqpërdorime me mosbatim të vendimeve të kryeshefit të Trepçës. Nga verifikimet e kryera nga Departamenti i Burimeve Njerëzore, rezulton se ekziston një përputhshmëri e theksuar ndërmjet listës së punonjësve të identifikuar nga sinjalizuesi dhe listës së punonjësve të përfshirë në kërkesën numër 924 datë 22 prill 2026, ku shumica dërmuese e emrave janë të njëjtë me përjashtim të rasteve të para në listën e kërkesës. Në momentin e pranimit të kësaj kërkese, konsiderojmë se janë vërtetuar të gjitha pretendimet nga raporti Komisionit me numër 3251, datë 15 prill 2026, lidhur me transferimin e punonjësve në minierë, të cilët nuk kanë qenë duke ushtruar detyrat e punës në përputhje me vendimet ekzistuese për sistematizimin dhe transferimin e tyre, duke arritur vlerën 118.560 euro. Në lidhje me gjetjet e raportit, ne kemi zhvilluar edhe një intervistë me kryetarin e komisionit për verifikim të transferimeve të punëtorëve në minierë. Është dyshuar se punëtorët në njësinë biznesore miniera me flotacion Trepça Stantërg janë duke punuar në pozita tjera, jo në pozita të cilat i kanë të caktuara me vendim nga kryeshefi ekzekutiv. Pas hartimit të raportit nga zyrtari i sinjalizimit të kryeshefi ekzekutiv, kryeshefi e ka formuar një komision prej 3 antarëve, në të cilin janë kryetare, dhe komisioni ka pasur për detyrë verifikimin e gjetjeve të paraqitura në raportin e sinjalizimit, në të cilin kanë qenë 26 punëtor muster. Ne si komision, me marrjen e vendimit nga kryeshefi, kemi dërguar kërkesën në njësinë e Stantërgut për dërgimin e dokumentacioneve të nevojshme, domethënë për verifikimin e raportit, sinjalizimit, a ka ndodhur ato shkelje apo jo, por nuk na është dorëzuar dokumentacioni nga njësia. Ne kemi arritur domethënë të kryejmë punën apo të hartojmë
dëmin financiar sa ka ndodhur vetëm për një muster, për një punëtor, për arsye se nuk na është dorëzuar dokumentacionin. Lidhje me këtë punëtor, gjatë shtjellimit të dokumentacionit, ne kemi vërejtur se punëtori ka punuar në pozitë tjetër. Sipas vendimit të kryeshefit, i njëjti ka qenë i caktuar me vendim në pozitën ngarkues në TR, por është vërtetuar se ka punuar në pozitë tjetër, domethënë jo në pozitën sipas vendimit, ku për çdo muaj ka qenë një diferencë, domethënë në pagë, në vlerë prej 240 euro. Nëse llogaritim dëmin financiar, domethënë bazë kësaj mostre, duke u bazuar që vendimi ka qenë në shtator 2024, domethënë është fjala për 19 muaj, prej periudhës shtator 2024 deri në mars 2026, domethënë dëmi financiar për këtë mostër është 4560 euro. Kur i keni lyp dokumentet tek miniera në Stantërg, çka ju thanë, pse s'ja u dhanë? Dokumentacioni nuk është dorëzu, do me thënë kemi pas, kërkesa jonë është neglizhuar në heshtje, nuk kemi marrë përgjigje, kanë qenë do me thënë përgjigje që janë në proces të punës edhe me përfundimin e sigurimit dokumentacionit, dorëzohet dokumentacioni. Por ne ende zyrtarisht nuk kemi pranu përgjigje. Shikues të nderuar, dyshimet e forta për keqpërdorime janë ngritur sërish në ndërmarrjen publike Trepça. Rreth 26 punëtor janë paguar me paga për punët që nuk i kanë bërë. Dyshimet janë serioze dhe vlera e dëmit po konsiderohet të jetë mbi 118.000 euro. Për t'i adresuar të gjitha pretendimet që i ka ngritur Komisioni i Vlerësimit për transferimin e punëtorëve në minjer, ne kemi intervistuar edhe drejtorin e minjerës në Stantërg, zotin Shoqëri Sadiku. Ta dëgjojmë bisedën. Unë kam pranuar një raport prej një komisioni që kanë formuar në menaxhmentin e Trepçës. Ende nuk e kemi trajtuar atë raport. Na do të trajtojmë atë raport në njësinë tonë. Pas se trajtojmë në njësinë, do të trajtojmë edhe në bordin menaxhues dhe do të përcjellëm edhe bordin mbikëqyrës. A ndodh dikush me punu një punë tjetër e me u pagu për diçka tjetër? Absolutisht pa e vlerësuar për flas raportin, po kjo edhe mbas kontratës shkruan që një punëtor, por pas punës që e ka dhe punë të tjera me krye. E ka obligative. Po. A mundet kemi i sjell dome? Raporti flet për një mostër, por gjithashtu konstaton që mundet me ndodh që në 26 punonjës, edhe domin ato që përmendet është rreth 118.000 euro. Nuk mendoj që sjell domet e tilla, na kem tash rastin më të fresk po flas, që na ndodhi avaria në Kosovë, që duhet njerëzit domethënë me vendimet e tjera që punojnë në departamentet e tjera, me ftu edhe me orë me na pështet. Domethënë ligjërisht, që po pretendojnë këta, ai s'ka pas të drejtë me orë. Po pavarësisht kur është situata e tillë, na e shohim parasysh të organizimin e bojnë brendshme të gjithë pavarësisht ku punon, apo në departament të maqinerisë, apo në departament të ulëmtimi dhe zhvillim, apo në departamentin e prodhimit, ata na e ftojnë dhe na donin mbështetje për me sanue problemet që ndodhen në operativ. Pretendimi këtu drejtorëve është si detaj për 19 muaj, thuhet që punëtori ka pas një punë tjetër, furnizues në minjerë dhe ka bërë një punë tjetër. Do ta trajtojmë edhe këtë rast, po flas, si njësi edhe si bërë menaxhues, unë nuk besoj, po do ta verifikojmë dhe do ta vërtetojmë. Komisioni u ka lyp dokumentet për këto pretendime. Pse s'ja keni dhënë drejtor? Ja, dokumentet janë të punu, pavarësisht këtë javë kryen. Unë kam edhe një urnes që kam urnuar po flas shërbimet e përbashkëta, që prioritet me dhënë zyrtarët kryesor të auditimit që kenë brendshëm, auditorit zyrës kombëtare të auditimit që është auditu Trepçën, dhe gjithmonë i këndon përparësi llogaritjen e pagave të minatorëve. Edhe në këtë proces që jemi të punuar, unë besoj gjatë kësaj jave përfundojnë dokumentacioni, asnjëherë nuk e kemi kundërshtuar si njësi mos më ofru dokumentacion. Aja nuk qëndron. Pra, do t'i kenë? Do t'i kemi, po. Në një raport tjetër përmendet një kërkesë për ndryshim të plotësim vendet punës nga Drejtoria Elektromakinerisë. A ka pas ndonjë kërkesë tillë me bën ndryshimin e vendeve? Po, kërkesa bëhet shumë më herët, se janë vende po flas që janë me përgjegjësi të mëdha.
ku është makina ngritëse, janë kompresorët, janë trafostacionet të rrymës, në mungesë të profileve të tilla, na e kemi njerëz të përgatitur, mrena që kemi përgatitur, edhe me gjithë të drejtë ka kërkuar që me vlerësua ato vende, se në vende shumë me përgjegjësi të mëdha, çdo po flas mos përmbushje atij vendit, mundet me na sill edhe do me materiale në njësinë tonë. Po këta persona janë ka të kry punë tjera përderisa u bë kërkesa? Po gjithsesi kanë punuar edhe punë të tjera. A janë pagu për punë që i kanë vendimet apo për punë tjera? Ja, për punë që i kanë vendimet. E qartë. Në fund, drejtor, është thonë të kalumen që ma shumë po ka punëtor mbi tokë të të minjera Startërk se nën tokë, atje ku punohet thellë, mbi 800 metra nën tokë. A është e vërtet? Çka është realisht? Në realitetin do të më ta thonë, por po flasë në burimin njerëzor që ta llogaritën në njësinë biznesore tonë që janë njerëz të profesorë. Krejtë më thonë ata janë njerëz në sipërfaqe që punojnë, krejtë realisht janë 15 vetë. Të gjithë të tjerët është hallka zëngjërore që lidhet me minierë. Të gjithë domethënë janë me vendime punëtor të minierës. Pavarësisht na kemi departamente, këtu kemi 8 departamente, çdo njëri e mbulon pjesën e vet, po vendimet domethënë punë që kryen krejt rreth minierës. Edhe në minierë. Shikues të nderuar, ishte kjo storia e cila denoncon dyshimet serioze për keqpërdorime në ndërmarrjen publike Trepça. Ne do të vazhdojmë ta monitorojmë nga afër këtë rast dhe do t'i raportojmë të gjitha të reja të fundit.